është shpirti që urdhëron të keqe. Thot Allahu në Kur'an, inna nafsata la'amaratun bisu illa man rahima rabbi. Që do të thotë shpirti njeriu është i prirë në punë të këqija, se shejtani vazhdimisht njeriu e nxit me bë vepra të këqija. Edhe shpirti i keq është shpirti i cili bën vepra të këqija. Një pyetje, njerëzit sot a bëjnë vepra më shumë të mira të këqija? Të këqija. Sot njerëzit a flasin më shumë mirë a keq? Sot njerëzit a më shumë ofendojnë apo japin komplimente për mirësitë dhe të mirat e njerëzve? Prandaj Allahu në Kur'anin famullar thonë, në Kur'anin famullar Allahu thotë shumica e njerëzve janë gënjeshtar. Shumica e njerëzve janë të prishur, wa aktharuhum fasiqin. Wa aktharuhum la yu'minun, dhe shumica nuk besojnë. Edhe gjithë këto ajete, edhe shumë ajete tjera që flasin se një numër i madh janë nga kjo kategori, nga shpirti i cili e çon njeriu në të keqe.